Faleminderit, zoti kryetar, deputet të nderuar. Edhe ne jemi shumë të shqetësuar për gjendjen e krijuar së fundmi në Kosovë dhe për dhunën qeveritare të ushtruar ndaj qytetarëve të Kosovës. Madje sidomos ne jemi të shqetësuar për dhunën qeveritare ndaj qytetarëve të Kosovës të ushtruar në 14 janar të këtij viti. Me 14 janar, kur qytetarët e Kosovës po demonstranin paqësisht në mbrojtje të Republikës dhe në mbrojtje të vendimit kuvendit të Kosovës, qeveria reagoi egërsisht kundër interesave të Republikës së Kosovës dhe kundër demonstruesve paqësor, duke u rrështuar kështu hapur në mbrojtje të interesave ekonomike, tregtare, politike dhe strategjike të Serbisë në Kosovë. Konfirmojmë edhe një herë se protesta organizuar nga lëvizja vetëvendose ishte tërësisht paqësore dhe padhunshme, ashtu siç edhe ishte qëllimi i saj dhe ashtu siç edhe ishte e paralajmëruar më parë. Prandaj, urdhri për të ndërhyrë ndaj demonstruesve ishte tërësisht i panevojshëm, jo profesional dhe njëkohësisht tepër i dhunshëm. Në asnjë hall të rrjedhës së protestës nuk ishte nevojshme ndërhyrja e policisë ndaj protestuesve. E megjithatë, policisë ju dha urdhër për ndërhyrje pikërisht kur protestuesët marshonin shumë të qetë drejt destinacionit të tyre. Pikërisht niveli i mirë i organizimit paqësor u aprishte skenarët qeveritarëve, të cilët e përcjellën protestet nga zyrat e tyre, të cilat i kishin kthyer tashme në laboratore skenarësh dhune. Me urdhër politik, me skenar tërësisht konspirativ, duke përdorur mekanizma jo formal, qeveria keq përdori policinë e Kosovës kundër qytetarëve të saj, të cilët përkërkonin mbrojtjen e vendimit kuvendit dhe interesave të Republikës Kosovës. Përveç dhunës fizike, edhe mjetet e përdora nga ana policisë ishin të rrezikshme, me një rrezikshmëri të lartë, si mjetet toksike me afatet e skaduara, gaz dhe sprej, e po ashtu edhe ujë i ftohtë në temperaturë nxerro, gjë që e bën ndërhyrjen e policisë të mos ishte thjesht përdorimi i forcës, por një torturë të mërshme për demonstruesit. Policia e Kosovës, si institucion me një kredibilitet të lartë në shoqëri, u keqpërdor nga kryeministri dhe ministri i brendshëm, duke dëmtuar rënd autoritetin e këtij institucioni kredibil para qytetarëve. Prandaj le ta mbrojmë këtë institucion duke mos lejuar që policia e Kosovës të kthehet në shërbim të pushtetit, por në mbrojtje të qytetarit dhe të shtetit. Policia është e shtetit, jo e pushtetit. Pra, qeveria e Kosovës, duke shkelur mbi qytetarët e saj, shkeli mbi vendimin e kuvendit të Kosovës, shtypi me dhunë zërin e qytetarit, mbylli me dhunë kufirin me Shqipërinë, hapi me dhunë kufirin me Serbinë, ndaloi me kordona policia autobuset nga Shqipëria dhe futi me forca policie kamionet nga Serbia, duke zbatuar kështu produktet e marrëveshjeve të fshehta me Serbinë. Këmbgulja e qeverisë për prezencën e Serbisë në Kosovë në rrafshin ekonomik, politik, strategjik do ta ketë kurdoherë kundërshtimin e fuqishëm të qytetarëve të Kosovës. Keqpërdorja e policisë dhe parlamentit, pavarësisht numrave aktual, nga ana e qeverisë, do të jetë gjithmonë e papranueshme.